por më parë ka qenë një protagonist në sistemin e mbarshëm të drejtësisë, ka të gjithë formimin e nevojshëm për të ndjekur këtë punë, pasi formimi juridik në të rast është shumë i rëndësishëm, por ka edhe sfidën që gjithë ato që i ka thënë Blerinës në parlament, tani bashkë me Blerinën dhe bashkë me tjerët t'i adresoj. Këtu nuk jemi vend shumë i vogël ne për të ndarë në shumë pjesë dhe kur vjen puna tek politika, ndarja është edhe natyrshme sepse jetojmë në një sistem demokratik, por kur vjen puna tek shteti, kur vjen puna tek objektivat e përbashkët, pra aq kohë sa na jepet mundësia, mirë është që të përpiqemi së bashku. Tani, kjo është në një farë mënyrë edhe një lloj sfide personale, se dhe mua nuk më ka kursyer zotëria kur kam qenë në parlament, tani ta shohim se si i bën gjërat për cilat nuk na ka lënë gjë pa thënë ne, që nuk i bënim ashtu si duhet. Dhe këtë e them me shumë sinqeritet pa asnjë ironi, por realisht të kalosh nga fjalët tek ose nga teoria tek praktika e punës është njësoj si të kalosh nga poezia tek romani, është një tjetër histori komplet.